një kompani që kishte emrin Analitika, nuk e di si e harrova, ishte një natë në një televizion tjetër, koleg të juj, edhe kishte bërë studimin, hulumtimin, e 10 politikanëve, top 10 që së parë, ndaj të cilëve ka më shumë të gjuhë të urrejtjes në rrjetet sociale. Dhe në 10 top politikanët që përdori gjuha urrejtjes më e madhe ndaj tyre në rrjetet sociale, ishin Albin Kurti, Vjosa Osmani 2, Hashim Thaçi 3, 4 përparim Rama, 5 Ramush Haradinaj, Lumiri e tjera, dhe numër 10, a di kush ishte? Ishte deputeti Ardian Kastrati. Të thotë, nga kjo listë ketë Ramushit, ketë Lumirit, të përparim Ramës, të LDK-s, të takës, kurse nga PDK-ja, i ke vetëm 2 ndaj të cilëve kishte gjuhë të urrejtjes nga elektorati vetëvendosës. Hashim Thaçin dhe Ardian Kastratin. Që kjo është përgjigja pse këta nuk bojnë opozitë. Dhe nuk e ke aty uranin, e nuk e ke aty vlorën, e nuk e ke aty memlin, po e ke Ardian Kastratin, i cili as parandoni, as nuk kandidon kësaj radhe në zgjedhje, por është më i urryri nga ata të vetëvendosës. A dim se? Sepse unë bëj opozitë. Bëja opozitë me argumente, me përmbajtje, dhe nuk jam të cënë sikur memli edhe urani. Që kjo është njëra nga ato argumentet më të forta.